Skolioza është një deformim i kolonës tridimensional, ku duhet parë në të treja dimensionet dhe në treja planet të cilët ne vlerësojmë pacientët. Shpesh herë shfaqet me asimetri të kolonës dhe asimetri të ekstremiteteve, si për shembull një sup më poshtë se sa tjetri, apo një pjesë e legenit e spostuar. Dhe këto janë dy shenjat kryesore të paktën nga ana estetike që duken. Pastaj kemi edhe shenja të tjera më specifike, si është këndi poshtëm i shpatullës, të cilët mund të jetë jo në të njëjtin nivel me këndin tjetër, ose pjesa e fundit të brinjve, në momentin që ne i themi pacientit të marrë frymën dhe të mbajë frymën, shikohet këndi poshtëm i brinjve, i cili nuk është simetrike. Këto janë disa nga shenjat estetike të cilat ne duhet nisemi për të bërë konsultat më specifike. Skolioza në 80% e rasteve është idiopatike. Pra, nuk e ka një shkak real pse ndodh. Dhe nëse ajo ka filluar të shfaqet, do ketë ecurinë e saj. Lufta që ne bëjmë gjatë gjithë kohës është që të ulim progresionin e saj, sepse skolioza është një patologji, ose më saktë, unë nuk dua ta quaj sëmundje, nuk është një sëmundje dhe kjo është gjë më e rëndësishme për të theksuar, sepse shumë prindër, por edhe të rinë në momentin e parë që e marrin vesh janë me skoliozë në një grafi rutinë ose në një konsult rutinë, fillojnë të rëndohen psikologjikisht. Deformimi i kolonës është një asimetri e saj e cila mund ta shoqërojë adoleshentin deri në pikë të caktuar.